unit. This was their first time doing forward area refueling operations, and I can honestly say I've seen many militaries, including our own, and the Albanian military was absolutely professional, and we were so lucky to work with them. Nëse misioni nuk lejon shumë kohë, nuk ka kohë për pritje, ne ulemi, furnizohemi pa ndaluar dhe shkojmë përsëri në zonën e operacioneve. Krijon vazhdimsi më të gjatë, më të madhe për të mbështetur operacionet të trupave tona dhe është një hap i rëndësishëm në bashkëpunim me aleatët tanë, sidomos aleatin amerikan në këtë rast, që jo vetëm që rrisim të kapacitet, por një ditë nëse gjendemi në të njëjtët teatër operacionesh luftimi, ne mund ta kryejmë këtë mision. Partnerët amerikanë ka qenë shumë bashkëpunues me ne gjatë gjithë kohës, gjithashtu kjo stërvitje ka shërbyer për të rritur aftësitë tona pilotuese dhe për të qenë gati sa më shpejt në operacione luftarake që mund të ndodhin në fushë betejë.